Përshëndetje. Dje një nga telefonat e djemve protestës që rezulton të çuditërisht i humbur u gjet në komisariatin numër 1. Brenda në telefon kemi një video të re ekskluzive brenda lokalit ku ndodhi përplasja me civilat e Ylli Manjes ose Ylli Banjes. Tani do ta shihni videon të përsëritur 2 herë pasi të flasom dhe doja të bëja edhe një paralajmërim. Kushdo që merret me prishjen e hetimeve apo fshehjen e kamerave të lokalit apo fshihjen e kamerave do ta ketë edhe institucionale po edhe personale me mua. Kështu që të bëj shumë kujdes, i kemi të gjithë të identifikuar dhe po pres nga komisariati numër 1 dhe nga prokurori të na vinë në dispozicion të kamerave të lokalit edhe qendrës tregtare. Mos harroni, sipas ligjit, kushdo që fsheh një krim apo mundohet të heqë provat e një krimit, dënohet me burg. Dhe ky gangsteri që shihni në video, që shan edhe shtyn edhe policët, se në vend policët të marrin masa për një civil që godet qytetarët, i lën edhe hapësirë që të godasë edhe një tjetër qytetar pas meje, ka futur njerëz që të sheshoj sherrin mes meje dhe atij. Po i them vetëm diçka. Ajo fjala që ke thënë që unë po bëja detyrën, nga të gjithë kamerat rezulton që ti nuk po bëje detyrën. Kështu që ke kaluar mbi detyra që ke për atë pozicion që nuk merret vesh a është i paguar apo i sponsorizuar nga dikush tjetër. Gjithashtu i them edhe pronarit lokalit, nëse ke bërë tentativa për të fshirë videot, më beso, sa të kem jetë nuk do të ndahem. Do t'ju nxjerr me emra dhe gjitha pisliqet e tjera ku jeni përfshirë.